Ambasadorja e Japonisë në vend, Setsuko Kawahara, sot ishte për vizitë në Universitetin e Evropës Juglindore, ku ka pasur takim me udhëheqësinë e këtij universiteti dhe ka diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit mes universitetit dhe ambasadës, programeve për studentët e tjerë. Këshilltarja për komunitetin dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, Besa Arifi, deklaroi se ky takim ka qenë mjaft i frytshëm edhe për studentët, të cilët kanë pasur mundësi të dëgjojnë një ligjëratë nga ambasadorja. Ishte një ligjëratë shumë interesante dhe studentët treguan shumë interesim edhe me pyetjet e tyre dhe mendoj se mësuan shumë për një vend të largët, por shumë strategjik dhe pjesë e një bote të përparuar dhe e të angazhuar, domethënë për paqë dhe për zhvillim teknologjik. Njëri prej mesazheve më të bukura që ambasadorja përcolli ishte lidhur me rëndësinë e edukimit dhe për atë se si investimi në edukim është gjëja më e mirë që një shtet mund ta bëjë. Dhe prandaj jo rastësisht janë edhe këto vizita, besoj që do të ketë edhe vizita të tjera në për universitete të tjera, ku ambasadorja dëshiron të përcjell një mesazh të tillë dhe domethënë universitetet janë ata që duhet prodhojnë domethënë kuadro, të cilët janë jo vetëm të arsimuar, por edhe me horizonte të gjerë për t'i kuptuar edhe rëndësinë e çështjeve gjeopolitike në botë. Ambasadorja Setsuko Kawahara edhe më herët ka vizituar universitetet dhe shkollat e qytetit të Tetovës, por jo vetëm, duke dhënë kështu një frymë bashkëpunimi dhe mbështetjeje.